ndërkohë jep 600 lekë të vjetra për pensionistët. 600 lekë të vjetra në ditë. Pa a ka logjika tani? A mund të shpresojmë ne dhe a mund të kemi ne iluzion se më në fund kemi një strukturë e cila goditi, domethënë vërtet tronditem me naivitetin e disave që besojnë që Spaku ka shkuar deri tek niveli Belinda. Jo. Duhet të shkoj tek Edi Rama, sepse ai është autori dhe përfituesi kryesor. Gjithë të tjerët janë vegla. Dhe sigurisht që kush fut duar, ne kemi një standard dhe një qëndrim. Kush vjedh edhe qoftë edhe 1 cent nga taksat e shqiptarëve, nuk e ka vendin as deputet, as ministër, as drejtor të shkojë para ligjit. Po kur shohim që Edi Rama vjedh 100 milion euro, apo jo, dhe askush nuk lëviz as gishtin, përkundrazi, kemi rastin, jo më koti referohem, çështjes me Gonigan. Po unë nuk mund të pranoj si përfaqësues i Partisë së Lirisë, presidentin e së cilës ma ka rëmbyer Edi Rama, e ka rëmbyer Edi Rama dhe e mban aty në izolim ka më shumë se 1 vit. Po ju keni kërkuar një interpelancë me ministrin e drejtësisë. Pasi fakt, po pikërisht kjo është arsyeja. Tani si shpjegohet që mjafton e amnistojnë Belindën nga të gjitha aferat. Ka kaluar, po bëhet gati muaj dhe rruga Qukuqa poshtë është ende e bllokuar. Po a ka nevojë për interpretim kushtetues? Po e fillojnë nga gjykata kushtetuese? A ka nevojë për fakte të tjera? Çfarë fakte duan këta që besojnë që Belinda nuk ka bërë? Ja, shikoni rrugën Qukuqa poshtë. Po si shpjegohet atëherë që ka 1 vit e gjysmë në paraburgim politik presidenti i Partisë së Lirisë, për të cilin sipas Spakut dalja jashtë izolimit do të përbënte kërcënim për provat, për dëshmitarët, e kujtuar se çfarë dhe nuk përbë ka kërcënim për provat e për fakti që Belinda Balluku është sot akoma zëvendës kryeministre. Po çfarë detyroi pra Spakun që brenda 1 jave, pra nga pezullimi nga detyra kërkoi arrestin? Se dhe kjo është një pyetje që duhet shtruar. Duhet ta kërkonte më njëherë thoni arrestin. Përse provat nuk e arrestoi në flagrancë? E di kush quaj arrestim në flagrancë. Në momentin që u publikua në media që u shëmb rruga Qukuqa poshtë, duhet të ishte arrestuar, duhet të ishin hedhur parat në zyrë. Dhe jo vetëm kaq, por që kur u shëmb 1 vit e kusur më përpara rruga Qukus, Korçersek. Ti mund të lejojmë ne apo jo me pensione 180 euro me mesatarja, 2 herë më të vogla se Kosova, që ka buxhet 2 herë më të vogël se sa Shqipëria, të mbajnë për kryeministër një hajdut që hajdut është në fakt është vlerësim për të. Është vlerësim të thuash hajdut, një njeriu të pa shpirt që vjedh edhe thërrimet pensionistëve. U vjedh edhe thërrimet pensionistëve.